Po bëhen 12 ditë që zyrtarët e njësive të ndryshme speciale të policisë së Kosovës nuk kanë pranuar pagat për orët shtesë dhe ato të ndërrimit të natës. Ndonse zyrtarët policiorë njoftuan përmes emaileve zyrtare nga zyra e financave në drejtorinë e policisë së Kosovës se pagesat për orët shtesë të muajit shkurt janë ekzekutuar, ato nuk u dalën në llogaritë e tyre bankare. TVN ka siguruar njoftimin i cili u shkoi njësive speciale të Kosovës, në të cilën thuhet se janë ekzekutuar orët sipas PSO për angazhimin e punonjësve jashtërari të rregullt të punës, orët e fituara në muajin shkurt të paguara me pak të muajit mars. Televizioni siguroi edhe emailin zyrtar, në të cilin më 31 mars nuk rezultoi me ekzekutimin e pagesës së orëve shtesë. Për këtë, TVN ka dërguar pyetje në 2 ministri, atë të punëve të brendshme dhe financave, por edhe në policinë e Kosovës, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. Ish ministri i punëve të brendshme Bejtush Gashi thotë që për probleme të tilla shumë zyrtar policor po japin dorëheqje. Mos përmbushja e obligimeve ndaj qeverisë mund të demotivon strukturët, një pjesë e tyre të lëshon uniformën, ndërsa pjesa tjetër mos reagon në raport me përgjegjësitë që zyrtarët. Sipas informacioneve që unë kam, në uniform, pavarësisht në Forcën e Sigurisë Kosovës, por edhe në polici, një pjesë e madhe e zyrtarëve që kanë lëshu uniformën është si pasojë e mos përmbushjes së obligimeve që ministrit përkatëse kanë ndaj zyrtarëve. Gashi thot për televizionin se kjo ndikon edhe në mos efikasitetin e zyrtarëve policor në detyrat për çka janë të ngarkuar. Ky demotivim ndikon drejt për drejt edhe në efikasitetin reagues të zyrtarëve të policisë. Kështu që mjetet e planifikume kanë impakt në mënyrë të drejt për drejt në aspektin horizontal dhe vertikal. Rrafshin horizontal, raportet mes zyrtarëve policor mund të përkeqësohen dhe në mënyrë të drejt për drejt mund të ndikojnë mos reagimin në raport me përgjegjësitë që këta zyrtarë kanë. Siç merr vesh TVN, pagesat për orët shtesë nuk janë ekzekutuar as për pjesëtar të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe zjarfiksit.